Se erdha në këtë video të parë për portalin e vërteta.net. Si që kam premtuar, kam bërë këtë portal për t'i dhënë lajmet në një kënd vështrim tjetër, jo në atë kënd vështrimin që mainstream media apo media tradicionale gjithmonë mundohet t'ju ushqejë njerëzit. Dhe kjo video pikërisht të do të bëj, do t'ju japi një kënd vështrim tjetër për sa i përket dislokimit të trupave shqiptar në Gaza, sepse morën vesh dje në këtë mbledhjen e bordit të paqes, ku ishin pjesëmarrës dhe presidenti Osmani dhe kryeministri Rama, që forcat shqiptare të Kosovës dhe të Shqipërisë do të dislokohen në Gaza si një forcë paqëruese për të ekzekutuar vizionin e presidentit Trump për të rindërtuar Gazën. Përsa i përket medias tradicionale, një kënd vështrim që do ta shikoni këtë lajm do të jetë se forcat shqiptare po kryejnë një mision shumë të mirë, gati një mision bamirësie për të ruajtur paqen në mënyrë që populli palestinez, populli i Gazës të arrijë të rindërtojë vendin e vet dhe të arrijë të ketë një farë mirëqenie përsa i përket vendit vet. Pra, kjo narrativ jam shumë i bindur që do ju shtyhet nga media tradicionale. Unë jam këtu për t'ju treguar një kënd vështrim tjetër, një kënd vështrim që nuk e dëgjojmë shpesh. Ç'është ky kënd vështrim? Ky kënd vështrim është ai kënd vështrimi që forcat shqiptare mund të përballen me shumë rrezikje. Forcat shqiptare mund të përballen me një popullsi e cila nuk e miraton këtë plan të presidentit Trump. Forcat shqiptare mund të rrezikojnë jetën aty, por jo vetëm kaq, po dhe Shqipëria. Si thua, imazhi i Shqipërisë, diplomacia shqiptare, po dhe kjo mbarvajtje fetare që kemi në Shqipëri, mund të marrë një goditje nga ato që do të ndodhin në Gaza. Pra janë shumë gjëra që rrezikohen dhe nuk është se ky vendimi për të bërë pjesë e kësaj force paqëruese, si thua, u hodh në parlament për votim apo u hodh në popull për një votim ku populli, si thua, me një referendum votoi pro kësaj. Pra këto janë vendime që janë marrë nga kryeministri Rama për qëllime kryesore, për qëllime të veta të kryeministrit Rama, siç e dim, dhe këto janë vendime të cilat, me thënë të vërtetën, nuk duheshin marrë në këtë mënyrë. Përse? Dhe duhet të shpjegojmë tani pak përse janë këto rrisje dhe nga vijnë këto rrisje. Sepse siç e thash, nëse e mendon në plan të parë, pra mendon që forcat paqëruese, çdo gjë do të shkojë mirë, forcat paqëruese shqiptare po shkojnë në një vend ku do të priten krah hapur, sepse ato do të ruajnë atë paqen dhe rendin, gjërsa vendi i tyre rindërtohet. Kjo është diçka tjetër. Po e vërteta nuk është kjo. Cila është e vërteta? Për të kuptuar atë që po ndodh në Gaza, apo për të kuptuar planin e presidentit Trump në Gaza, duhet të kuptojmë se kush janë këto kompani të cilat do të marrin pjesë në rindërtimin e Gazës. Të harrojmë shtetet. Pra shtetet duhen haruar se shtetet do të kenë një si rol gati paqërues, apo siç ka Shqipëria, pra paqërues apo një rol policor për sa i përket asaj që do ndodhi në Gaza. Bizneset do të jenë ato kryesore të cilat do ta rindërtojnë Gazën, sepse vizioni i presidentit Trump dhe vizioni i këtyre bizneseve është që ta bëjnë Gazën një vend turistik me hotele, me kazino, me biznese dhe gjëra të tilla. Cilat janë disa nga këto biznese, apo cilat janë bizneset kryesore që do të marrin sistemi këtu në Amerikën, atë lion share apo atë copzën e luanit, pra pjesën më të majme të këtyre bizneseve. Po fillim fare do të flisja mbi Jared Kushner, dhëndën e presidentit Trump, i cili ndërmjet Affinity Partners, kompani të cilën ne e njohim, kompani e cila i është falur dhe Sazani nga kryeministri Edi Rama, dhe këtu mund të gjejmë dhe ndonjë lidhje midis si thua asaj Jared Kushnerit apo shkuesisë apo ndërmjetësisë së Jared Kushnerit dhe Edi Ramës dhe këtij misioni, edhe pse flitet që ka qenë Turqia ajo që ka, si thua, rekomanduar që Shqipëria të jetë në këtë mision paqe. Por të kthehemi te Gaza, pra njëri prej biznesve kryesor është Jared Kushner. Jared Kushner me Affinity Partners ka si thua të pjesën e majme të biznesit të asaj planit në Gaza. Kompania e dytë më e madhe, e cila do të bëjë pjesë në ndërtimin e Gazës, siç thash, shoqërohet nga Apollo Global Management. Apollo Global Management është një nga firmat më të mëdha të kapitalit në botë dhe drejtohet dhe u bashkëthemelua nga Leon Black,
dhe Mark Rowan. Mark Rowan është qëndron, si thosh, kryetar i bordit drejtues të zhvillimit në Gaza. Pra Mark Rowan, i cili ka formuar kompaninë Apollo Management bashkë me Leon Black, janë qëndron në krye të bordit. Një nga biznesmenët e tjerë, i cili dhe ai qëndron, si thua, është një nga biznesmenët më të fuqishëm dhe do të ketë dhe ai një pjesë jashtëzakonisht të majme të rindërtimit në Gaza, është Yakir Gabay. Yakir Gabay ka biznese në real estate, në zonën e real estate, jo vetëm në Izrael, po shtrihet shumë edhe në Evropë. Këto janë, si thua, 3-4 nga ato bizneset më të fuqishme të cilat do të kenë atë pjesën më të majme të rindërtimit në Gaza, do të ketë shumë bizneset të tjera. Flas këto janë për rindërtimin. Do të ketë bizneset të tjera për sa i përket Big Curious, pra kompania Palantir do të ketë atë, si thua, pjesën e Big Curious, pjesën e vendosjes së kamera dhe Big Curious dhe kështu me radhë. Pra do të ketë dhe kompani të tjera të tilla, po këto janë ato kompanitë kryesore të cilat do të merren me zhvillimin në Gaza. Ku është problemi këtu, do thoni ju? Jared Kushner është hebre, dhënë presidentit Trump. Apollo Management, siç e thash, kompania e dytë më e fuqishme në botë, kompania e dytë për sa i përket thelit më të majmë të Gazës, e cila ishte drejtuar nga Leon Black dhe ka në krye të bordit drejtues Mark Rowan, të bordit të paqes në Gaza, Mark Rowan. Është kompani, këta të dy, Leon Black dhe Mark Rowan, janë hebrej, dhe kompania është kompani hebrej, cila, si thua, ka ato shtrihen e saj në gjithë globin. Folëm për Yakir Gabay. Yakir Gabay është edhe ky një hebrej lindur në Izrael. Ky është ai investitori i madh i real estate, i cili ka real estate në Evropë. Folëm për kompaninë Palantir, e cila do të instaloj, si thua, atë rrjetin vëzhgues mbi Gaza. Kompania Palantir është kompani e drejtuar nga hebrej. Pra, kompanitë të cilat do të ndërtojnë, do të zhvillojnë Gazën, janë të gjithë kompani hebreje, të drejtuar nga hebrej. Duhet pasur parasysh për të kuptuar edhe diçka më tjetër, sepse nuk është se tek e fundit thua, hajde, janë hebrej, po it's okay, ato duan të investojnë, nuk ka gjë. Duhet të kemi parasysh edhe diçka tjetër. Duhet të jap një shembull të Leon Black. Leon Black u përball me kritika të forta publike pasi doli se kishte paguar mbi $150 milion Jeffrey Epsteinit. Pra pedofilit të njohur Jeffrey Epstein. I kishte paguar një prej formuesve të Apollo Management, të kompaninë, një nga kompanisë, si thua, të dytë me atë majmën më të madhe të ndërtimeve në Gaza, të rindërtimit të Gazave, i kishte paguar pedofilit Jeffrey Epstein $150 milion. Pra, ka lidhje me Jeffrey Epstein, dhe po të shikosh whole të gjithë këto, kanë një lidhje të vetme. Të gjithë këta punojnë së bashku me Mossadin, të gjithë këto kanë dhuruar miliona e miliona dollar Izraelit, të gjithë këto kanë dhuruar miliona e miliona dollar IDF-it. Disa prej tyre IDF-it, në fakt të gjithë Izraelit, po disa prej tyre IDF-it. Dhe të gjithë, si thua, kanë ato umbrellën e Izraelit sipër tyre. Çdo të thotë kjo. Po kjo do të thotë që Gaza po pushtohet, po merret nga izraelitët. Gaza po merret, po pushtohet, po merret në mënyrë financiare nga hebrejt. Pra, atë që e bën, atë fazën e parë e bën me luftë, shkatrimin e Gazës. Tani pjesën e dytë, blerjen e Gazës, po e bëjnë me para. Dhe do të kthejnë banorët e Gazës, ata që jetojnë në Gaza, në sklever, në mirëmbajtës. Pra njerëzit që jetojnë në Gaza do të kthehen në sklever, në mirëmbajtës të bizneseve të këtyre vënd, të cilët do të jenë të gjitha
Pra pasuria do t'jetë e gjitha hebrejët, ndërsa sklevrit do t'jenë gazianët. Dhe përse e them këtë gjë? Këtë gjë e them se dhe nga Gaza, të gjithë pyetësorët që janë bërë me njerëzit atje, në të gjithë anketimet e pyetësorët, apo të gjithë dhe mendimet që shikojnë nga njerëz që vinë, që postojnë nga Gaza, të gjithë e din këtë. Mos kujtoni se ata nuk e din këtë, ata nuk e kuptojnë këtë që po ndodh me ta. Dhe është në këto kushte që ushtria shqiptare po shkon atje. Pra është në kushtet ku banorët e vendit i shikojnë këto investime, i shikojnë këto investime, i shikojnë këtë blerje të tokës së tyre, si një aksion për t'ja kaluar shtetin e tyre, pasurinë e shtetit. Vjen të tillë, populli i Gazës sigurisht që i shikon këto përpjekje të administratës Trump, këto plane të këtyre biznesmenëve hebrej, i shikon si një marrje të Gazës, si një zaptim të Gazës, të pasurisë të Gazës nga izraelitët, nga hebrejt, dhe kthimin e popullit të Gazës në një popull sklav për izraelitët dhe për hebrejt. Pra janë në këto kushte që po shkojnë trupa shqiptare në Gaza, pra nuk janë ato kushte të cilat mund të prezantohen si o këta me zor po presim të na vinë populli i Gazës me zor po pret rilindjen, jo, nuk është e vërtet. Kushtet janë këto që përmenda pak më sipër, ku ushtarët shqiptarë me shumë gjasa do shikohen si një pjesë e një ushtrie e cila merr pjesë në këtë glabërim të pasurisë së Gazës nga izraelitët dhe nga hebrejt. Dhe pyetjet që lindin janë, a ja vlen që Shqipëria të rrezikojë reputacionin e saj ndërkombëtar, a ja vlen që Shqipëria të rrezikojë forcën e trupave ushtarak shqiptar, të cilët mund përballen me ndonjë kryengritje, mund përballen me luftë guerile me Hamasin apo me forca me fraksione të tjera të cilat, me thënë të vërtetën, janë edhe tani në luftë brenda në Gazë, pra mund përballen këto forca shqiptare me këto si thua njërsitë guerile, nëse mund të quajmë ne në Gaza, dhe në qoftë se po a janë të përgatitura forcat shqiptare për të përballur me një luftë guerile, dhe a ja vlen, siç e thamë në fillim fare, që forcat shqiptare të çohen në gojë të ujkut në këtë mënyrë. A është Shqipëria e gatshme për ta marrë këtë barë politike? A është Shqipëria për ta marrë këtë barë politike, jo vetëm brenda vendit, po dhe jashtë vendit, duke pasur parasysh që janë dhe jashtëzakonisht shumë vende të cilat nuk kanë pranuar të bëhen pjesë e këtij bordi të paqes, dhe duhet të kuptojmë diçka dhe duhet ta ndajmë Shqipërinë nga Kosova. Kosova mendojnë është e detyruar që të jetë pjesë e kësaj. Kosova është e detyruar që tu është të shkojë nga pas presidenti Trump, për sa i përket, sepse është e varur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për sa i përket sigurisë së saj. Shqipëria nuk është e detyruar. Është Edvin Rama, është kryeministri shqiptar i detyruar, sepse ka frikë se mos presidenti Trump e rrëzon nga pushteti, dhe jam shumë i bindur që të gjitha këto bëhen vetëm për të mbajtur në pushtet Edvin Ramën, pra rreziku i çuarjes së forcave ushtarake tona atje dhe përballjes së këtyre forcave ushtarake me rreziqe atje dhe me rrezikun e humbjes së jetës së tyre, rreziku për diplomacinë shqiptare, rreziku për kombin shqiptar i cili mund të vi nga këto pikqasje të qeverisë shqiptare, është aq i madh sa unë mendoj që Shqipëria e kishte luksi që të bënte pjesë e këtij bordi të paqes, po mos të bënte pjesë e zonave e pjesëve e kësaj ushtrie paqeruese për sa i përket çuarjes së ushtrisë në çuarjes së forcave ushtarake në Gaza. Janë shumë pyetje që lindin, siç thash, a duhet ky vendim të merrej me një, besoj, konsensus më të gjerë politik në Shqipëri? A duhet ky vendim të ishte marrë me një referendum base në Shqipëri? A duhet që ky vendim të ishte marrë si një pjesë e kësaj politikës së jashtme shqiptare, apo është marrë ky vendim si një pjesë e strategjisë së kryeministrit Rama për të vullosur veten e tij në pushtet edhe për vitet e ardhshme, sepse ka frikë
se mos presidenti Trump e rizon nga pushteti. Këto janë të gjitha pyetje legjitime që ne duhet t'ia bëjmë qeverisë. Opozita duhet t'ia bëjë qeverisë. Fatkeqësisht opozita nuk po merret me këto. Opozita është e koncentruar në gjëra të tjera dhe me të drejtë, por nuk shikoj asnjë pjesë nga opozita të merret me si thua të ngri këto probleme dhe besoj që ka ardhur koha që dhe opozita duhet kuptoj me rrezikët që mund sjellë kjo, me rrezikët që mund sjellë kjo brenda Shqipërisë me mbarvajtjen fetare, sepse imagjinoni imazhin kur ushtarët shqiptar dark qoftë të luftojnë me Hamas, të luftojnë me forcat guerile në Gaza. Imagjinoni sikur vetë izraelitët, të cilët janë të njohur për bëjën e këtyre false flag, për bëjën e këtyre atentateve, apo për bëjën e këtyre si thua gjërave të fshehta në mënyrë që të fajsojnë njërën palë apo tjetrën. Imagjinoni sikur kjo të ndodhte, sikur diçka të ndodhte forcave ushtarë shqiptare, ç'lloje trazirash do ngjaten në Shqipëri, ç'lloje përballjes do ngjaten në Shqipëri midis komuniteteve të ndryshme fetare. Dhe prandaj them që këto janë vendime që duhet marrë me shumë kujdes, nuk besoj që janë marrë vendime me kujdes për të mirën e kombit, për të mirën e shqiptarëve, po janë marrë vendime me kujdes për të mirën e kryeministit dhe për qëndrimin e tij në pushtet. Shpresoj që këto çështje të ngrihen më shumë nga opozita. Për sot me kaq, le ta mbajmë pak të shkurtër këtë video. Shpresoj që të kemi më të gjata këtë lidhje dhe më vonë, sepse Facebooku po na censuron dhe rrjetet e tjera sociale po na censurojnë dhe si tash qëllimi i këtyre videove, qëllimi i këtij website është për t'ju mbajtur ju të informuar dhe asgjë tjetër. Peçi mirë.